Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Vazhdojmë me mejlisin e 5 të meditimeve, përsijatjeve, analizave, mendimeve rreth ajeteve kuranore të gjuzit të 5. Siç e kemi treguar në mësimet e kaluara, e kemi ndajt Kur'anin gjuza ashtu sikur se është traditë të lezohet dhe mundohemi që brenda këtyre gjuzeve të nxjerrim disa ajete kuranore për t'i shpalos para juve kuptimet e tyre dhe porosit që mund dalin nga një analizë dhe meditim që bëhet për ajeteve kuranore. Ajetin e parë që kemi zgjedhur për këtë mejlis të sotshëm është ajeti i 70 i surës An-Nisa, ku Allahu subhanahu wa taala thot: "Dhalika al-fadlu min Allah wa kafa billahi alima." Kjo është dhunti e Allahut. Mjafton që Allahu e di këtë gjë. Andaj, që do me thonë kjo ajet kuranor? Ulemat kanë thonë, adhurimet që i bëjmë ne, janë dhunti e pastër nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj, të gjithë ne, të cilëve na jepet mundësia të adhurojmë Allahun, duhet vazhdimisht ta lutim atë, pronarin absolut të pushtetit që me na i dhuru këto dhunti, edhe me na i shtu ato, dhe me na shpërbli për to. Pra ti lip pre Allahut udhëzimin, lip pre Allahut adhurimin, lip pre Allahut furnizimin, lip pre Allahut bereqetin, lip pre Allahut zgjidhjen e problemeve, sepse ai është dhunti dhënësi absolut. Gjithë jetën tonë kërko gjëra prej ti, se atë që mund të jep ai, Allahu, s'ka mundësi as kush tjetër veçti me të dhonë. Për këtë shkak, dhalika al-fadlu min Allah, kjo është dhunti, të cilën e jep Allahu, e Allahu e din shumë mirë kush sa meriton, edhe kush çka meriton. Kjo është meselja e parë. Meselja e dytë, ose përfitimi i dytë, kalojmë në ajetin e 134 të surës An-Nisa, ku Allahu dhu xhelal thot kështu: "Men kana yuridu thawaba ad-dunya nu'tihi minha, fa inda Allahi thawabu ad-dunya wal akhirah." Kush e dëshiron shpërblimin e dunjas, te Allahu është shpërblimi edhe i dunjas edhe i ahiretit. Cila është porosia dhe mesazhi nga ky ajet kuranor? Është kjo që e kanë thonë dietarët dhe është shumë me rëndësi me kuptu edhe une që flas edhe ti që ndëgjon. Kanë thonë kështu: ai që jep përparësi ahiretit para dunjas, e fiton edhe dunjan edhe ahiretin. E ai që jep përparësi dunjas para ahiretit, e humb edhe dunjan edhe ahiretin. Subhanallah. Është një urtësi absolute që unë edhe ti duhet jemi të bindun në këtë fakt, sepse Allahu dhu xhelal si thot tune: kush dëshiron shpërblimin e dunjas, le ta dinë se te Allahu është shpërblimi edhe i dunjas edhe ahiretit. Andaj mos kërko prej Allahut diçka që është e kufizuar në këtë botë, sepse Allahu shpërblen për këtë botë dhe për në ahiret. Atëherë kur unë edhe ti do e kemi qëllimin të fitojmë mirësitë e Allahut në jetën pas vdekjes në ahiret, e Allahu ka më na dhënë mirësitë e tija edhe në këtë botë. Aq sa mendon ai se janë dobishme dhe janë të nevojshme për ne. Andaj, ky ajet kuranor na jep një rregull të jashtëzakonshëm, shumë të rëndësishëm në jetën tonë, që vazhdimisht me të gjitha veprimet tona të synojmë të fitojmë ahiretin. E kur e kemi këtë qëllim, atëherë Allahu i madhëshëm ka më na dhënë edhe dunjon e ahiretin. E për ata njerëz që nga të gjitha veprimet e tyre, e fatkeqësisht edhe nga veprimet fetare synojnë lavdin, synojnë postin, synojnë pushtetin, synojnë pasurinë, synojnë gjërat e mira kësaj bote, ata do e humbin edhe dunjon edhe ahiretin. Kalojmë në ajetin e 3 të surës An-Nisa, ajetin 28. Thot Allahu dhu xhelal: "Wa khuliqal insanu dhaifa." Njeriu si krijesë është një qenie e dopt, e pafuqishme. Dhaif, e dopt, e pafuqishme. Tani, shifne ky ajet çka na inspiron. O njeri, e fillove jetën nga një moment që ti nuk e kujton.
Dhe do e përfundosh jetën me një moment që ti nuk e din se si do jetë. Andaj, vazhdimisht gjatë jetës tënde, që nga ai momenti që ti nuk e kujton, deri te ai momenti që ti nuk e din se si do jetë, vazhdimisht le të shoqëron vetdia, njohja, ndjenja e dobësisë tënde dhe shfaqe vazhdimisht varfëninë tënde karshi Allahu subhanahu wa taala, nevojën tënde karshi ti. Se ti e qenje e dopt. Ke dalë këtë botë jo me vullnetin tanë, jo me dëshirën tonë, jo me fuqinë tonë, por me vendimin e Allahut. Dhe del nga kjo botë jo me vendimin tanë, jo me fuqinë tonë, jo me dëshirën tonë, atëherë kur Allahu e cakton. Edhe kjo është manifestim i dobësisë së njeriut. Se del në dunjë kur Allahu don dhe del prej dunjës kur Allahu don. E andaj gjatë gjithë jetës, nga ky fillim e ky mbarim, le të shoqëroje kjo ndjenje e nevojës tënde për Allahun subhanallahu, e varfënisë tënde karshi madhnisë së tij, pushtetit të tij, pasurisë së tij, që të fitosh mirësitë e kësaj bote dhe mirësitë e ahiretit. Ajeti 4 që kemi zgjedhur për sonte, që të jetë bashkë për këtë mezhles, që të jetë bashkë me ne, është ajeti 113 i surës An-Nisa, ku Allahu dhulja thot: "Wa kana fadlullahi alejka azima." Dhuntia e Allahut për ty është shumë e madhe. Po, Allahu i madhërisëm besimtarëve u jep dhunti të shumta, të lloj-llojshme, të begatshme. Dhe andaj besimtari i mençur është ai i cili e ka parasysh këtë fakt dhe nuk habitet. E para, me mendu se është nga aftësia e tij. E dyta, mos me falëndru atë që ka dhënë. Mirë po, ulemat kanë thonë, këto dhunti të Allahut dalin shesh tek besimtari në disa forma. E para, të shpëton nga të gjitha ato gjëra që ti ke frikë prej tyre. E dyta, të largon të gjitha ato gjëra që ti nuk i dëshiron. E treta, ti plotson, ti përmbush të gjitha ato nevoja që i ki. E katërta, ti realizon krejt ato kërkesa që Allahu t'i adreson. E pesta, e sa lutje tjera, të gjithve atyre Allahu u përgjigjet ashtu siç e vlerëson madhëria e tij. Andaj, wa kana fadlullahi alejka azima, dhuntit e Allahut ndaj teje të shumta, janë aq të shumta, aq të lloj-llojshme, aq të begatshme, aq të thella, aq të me jetë gjatësi, saqë askush prej neve nuk ka mundësi, do thot, me ja ofru askujt në këtë formë. Për këtë shkak, jemi me njohës ndaj Allahut dhe jemi të vetëdijshëm se këto dhunti janë prej tij, e kështu ne kalojmë jetën në mirësitë e vazhdueshme të Allahut subhanahu wa taala. Kalojmë te ajeti i 5 i përzgjedhur në këtë mezhlis, An-Nisa ajeti 66, ku Allahu dhul jalal thot kështu: "Walau annahum fa'alu ma yu'adhuna bihi lakana khayran lahum wa ashaddu tathbita." Sikur ata besimtarët të vepronin me këshillat që u jepen, kjo do ishte për ta më e mirë dhe do i stabilizonte ata në ecurinë e tyre në rrugën e Allahut dhul jalal. Është për ajeteve të mrekullueshme, An-Nisa ajeti 66, edhe në të kalumen kur e kam lexuar si ajet edhe si sqarim të dietarëve, me të vërtet ka pas lënë mbresat jashtëzakonshme tek unë. Unë si hoxh edhe ti si besimtar, detyra jonë është që ne të punojmë me këshillat e Zotit, që ne të punojmë me këshillat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Në momentin që ne i zbatojmë ato, atëherë përfitojmë prej këtyre këshillave që na sjell Allahu mirësitë e tij dhe e stabilizon ecjen tonë në rrugën e tij. Andaj ulemat kanë thonë, ne si besimtar që e lexojmë Kur'anin, duhet ndalemi në këto këshilla kuranore dhe të meditojmë rreth tyre, sepse meditimi rreth Kur'anit e shton besimin e besimtarit, e forcon vullnetin e zemrës për vepra të mira, e nxit atë në adhurimet e lloj-llojshme të zemrës, siç është tevekkuli, mbështetja në madhninë e tij subhanahu wa taala, ikhlasi, sinqeriteti në adhurimet tona ndaj tij subhanahu wa taala, dhe varësia jon absolute e tërësishme nga Allahu subhanahu wa taala. Andaj, edhe na sjell mirësi,
adhurimet të llojshme, bekimet të llojshme, bereqet në jetë, po edhe ecje stabile në udhën e fesë derisa të jemi gjallë, vazhdojmë të ecim stoikisht në rrugën e tij dhe t'ja përcjellim amanetin Allahu Dhul Xhelal, duke qenë ai i kënaqur me ne dhe ne të kënaqur me të. Dhe kalojmë te ajeti i 6 i përzgjedhur nga ky xhuz në surën Nisa, ajeti 110, Allahu Dhul Xhelal thot: "Wa man ya'mal su'an aw yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima." Kushdo që bën një vepër të keqe, apo i bën padrejsi vetvetes, e pastaj kërkon falje te Allahu, do e gjen Allahun falës dhe të mëshirshëm. Subhanallah. Gjithë ne, për shkak të dobësisë që përmendëm pak më herët që e kemi, mangësive tona, joshjeve, epsheve, pasioneve që i kemi, ne bëjmë vepra të liga apo i bëjmë zullum vetvetes. Dhe kjo është e natyrshme për njeriu. Dhe ajo që neve na mëson Islami dhe kërkon prej neve është kjo e dyta, thumma yastaghfirillah. Pastaj kërkon falje prej Allahut. Andaj çdo herë unë edhe ti, pas çdo gabimi që e bëjmë, duhet të themi astaghfirullah, po jo vetëm me gojë. Po ky istighfari duhet të buron nga zemra jon, nga thellësia e zemrës son. Dhe të kërkojmë falje te Allahu sinqerisht. Dhe ta dim se këto gabime që i bëjmë, nëse i ngarkojmë mbi supet tona, ato do na vështirësojnë ecjen tonë drejt Zotit. Ato mund të jenë aq të mëdha dhe të rënda që na nalin udhëtimin tonë drejt Allahut. Mund të jenë pengesa më e madhe që na të vazhdojmë komunikimin e vazhdueshëm e drejt për drejt me Allahun. Mund të jenë pengesa që ka me na pengu me hyrje në dyert e xhenetit. Andaj çdo herë që bën vepër të keqe apo i bën padrejsi vetes, kërko falje te Allahu. E shifni ata në pozitën tjetër. E nëse ne çdo herë që bëjmë gabim, edhe bëjmë mëkat, e kujtojmë Allahun dhe kërkojmë falje prej tij, aty për aty, me një herë, do e gjejmë Allahun falës edhe të mëshirshëm. Jo vetëm që na i fal neve gabimet, po plus neve na kaplon me mëshirën e tij dhe na ndihmon që ne të vazhdojmë në rrugën e pastërtisë, në rrugën e devotshmërisë, në rrugën e ndershmërisë, në rrugën e përuljes dhe përkorjes karshi madhnisë së tij subhanahu wa taala. Andaj ta edukojmë veten tonë që të bëjmë vazhdimisht istighfar, sepse Allahu ka momente të caktuara kur lutjet tona i pranon, kur lutjet e njerëzve i pranon, e nëse ne vazhdimisht bëjmë istighfar, kërkojmë falje prej Allahut, edhe e gjejmë këtë moment kur Allahu e pranon istighfarin ton, atë na jemi më të lumturit dhe jemi më të gëzuarit inshallah taala. Po këto ishin 6 ajetet të zgjedhura nga sura An-Nisa, nga xhuzi i 5, i ndajtën me ju, besoj që i kemi afruar këto ajete kuranore dhe kuptimet e tyre tek mendja dhe zemra jon, e gjatë leximit të surave të Kuranit dhe xhuzeve të ardhmen, ndaluni me këto shënime, shoqëroni ato lexime dhe inshallah taala vazhdoni me reflektime. Allahu i madhëshëm e boft Kur'anin pranverë të zemrave tona, dritë të jetës tonë dhe shkak për ngritjes në dunjë dhe në ahiret. Zoti shpëlbeft. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.